Këtu është horoskopi e hënë 14 prill 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Mos hezitoni nëse ka kërkesa për të bërë ose nëse keni ndërmend të propozoni veten në ndonjë mjedis të ri. Edhe ju jeni plot vullnet të mirë. Ndiheni mirë, projekte të rëndësishme për çifte që duan njëri tjetrin. Demi. Shpenzime të papritura, por punë të reja, marrëveshje të vogla fal një shitje, një mundësi në internet. Ditë shumë e mirë, miqësitë e theksuara shumë. Binjaket. Në këtë ditë, ata që me të vërtet duan të përjetojnë diçka të veçantë, thjesht duhet të shkojnë në vendet e duhura dhe ta lënë veten të shkojë. Urimet e mira po vijnë pothuajse në të gjitha fushat. Duhet të keni kujdes që të mos kërkoni shumë nga fati dhe gjithashtu nga forcat zodiakale. Gaforja. Ju jeni lodhur duke bërë gjërat e zakonshme, por është gjithashtu e vërtet që eksperimentet në këtë periudhë nuk rekomandohen. Maturia, veçanërisht në menaxhimin e parave, çështjet e bashkëpronësisë, ndërmarrjet, ka shumë agjitacion. Luani. Është një ditë e lodhshme, duhet të rregulloni disa çështje pune, keni marrë shumë përgjegjësi mbi supet tuaja, nga të rim. Sot ju merren mendimet, tensionet, vëmendja ndaj provokimeve. Virgjeresha. Çdo ditë ndiheni sikur duhet të shkoni në betejë, le të mos harrojmë se dikush ka humbur disa referenca të rëndësishme gjatë muajve të fundit. Polemika në punë? Vazhdoni në rrugën tuaj. Peshorja. Ju jeni shumë të forcuar në këtë ditë, duhet guxim për t'u përballur me një provë që të vë kjo periudhë, duhet të jesh shumë i fortë. Në punë kohët e fundit ka pasur diçka më pozitive, por ka edhe ditë kur mendoni se duhet të vazhdoni gjithçka vetë. Akrepi. Ju mund të kërkoni punë ose studim, dikush ka një projekt të rëndësishëm në mendje. Janë të paktë të lindurit e shenjës që duan të jetojnë bashkë, të martohen, dikush do të ketë një takim të veçantë. Shigjetari. Një mëngjes pak stresues, nuk mund të gjesh ekuilibrin e duhur sepse kohët e fundit ka pasur disa situata që kanë mërzitur jetën tënde. Britsjapi. Nëse keni bërë kërkesa në të kaluarën dhe keni atë që duhet, brenda pak ditësh do të merrni një përgjigje të këndshme ose të rikonfirmoheni. Tani ka një mënyrë të re përpara, më lineare, më pak gunga. Në dashuri është një periudhë e veçantë. Do të zgjidhni një ndryshim ose zgjedhje në punë. Ujori. Nëse e shihni që diçka nuk është në rregull me punën tuaj, jini më të kujdesshëm. Kujdes nga historitë paralele. Peshqit. Mos u ndalni tani, dashuria është gjithmonë viktimë e një momenti pa kënaqësie ose ka siklet sepse puna merr kohë nga çdo gjë tjetër. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.